Njeriu tash i krijon përvojën e jetës vet, natyrisht unë me 20 vjet nuk kisha mujt me shkruaj një këngë tillë sepse është tjetër moshë, tjetër koncept jetës ki, por me kalimin e kohës natyrisht thellohesh pak në kuptimin e jetës dhe ka disa muj që më brengos kjo puna e jetës, një lloj filozofie mbi jetën se si të jetohet. Natyrisht unë shpresoj që ka mund ta sjellë një mesazh te publiku e të dëgjojnë të thellohen pak sa te tematika e këngës e që i bie që jeta është sot me vet faktin sikur edhe titullin që ceket që të jetohet të sot shumë sepse e djeshmja nuk ka shumë pesh e nesërmja nuk dim çka sjell, prandaj jetoj momentin. Nga inspirimi për këtë këngë. Njeriu pa ta kohë më menu pak më gat. Zakonisht këngët e bukura shkruan shumë të them kështu për shumë pak kohë. Po, zakonisht edhe kjo, realisht edhe kjo është, ka ndodhur, do të thotë refrenin edhe dy strofat e para i kam bërë shumë shpejt, kurse dy strofat e fundit më ka vytën se do isha me përfundu, do isha një cikël fillimit, refrenin me pas një fund kuptueshëm, do të thotë i kam shkruajtur më duket diku mas një javë, por definitivisht brenda 10 ditë me gjithçka ka përfunduar kështu. Thash edhe një herë do të thotë mundova të filozofoj pak për jetën edhe dul një këngë mirë. Fatmirësisht them që ka filluar të ngritet do të thotë pak ka shumë interesimi për këtë zhanër tonë muzikës sepse ishte një kohë sa që jo dhe gjithë po qëndrojnë kështu si ti. Saktë, është e vërtet. Por natyrisht unë i shoh edhe kolegët e mi të cilët me të vërtetë që për shembull të marr fisnikët e Elita 5 mos të flasim, edhe shumë grupe tjera që janë reaktivizuar me mbrëmje. Natyrisht që publiku tash është i interesuar të ndëgjojë mbrëmje live dhe kemi kërkesa më shumë se sa shumë vite më herët. Natyrisht tash po mundohem të rrigati vim më shpesh, ndoshta 5-6 herë brenda vitit, po bëjmë një farë lloj mini turneje në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, pastaj atje jashtë kur po jam në Angli, në Zvicër, në Gjermani. Ishte më mirë dhe nasër, se e di që nuk të kanë harru. I kem bojë gjithmonë freskët të audiencën. Para 4 ditë ishim në Prishtinë me një lokal, një klientel shumë e mirë, besom aty ishin 45 tavolina të rezervume, pronari më thotë sigurisht kisha pas edhe 90 tjera, kishin pas më rezervu, që është interesant të madh ka pas. Aty po kaloj shumë mirë, natyrisht në Gjilan edhe herën e kaluar. Por edhe nesër që jemi këtu në mbrëmjen Mabel, besoj që do të kaloj mirë, rezervimet janë bërë gati se gjitha plot. Këtë projekt definitivisht dallon shumë bile një këngë tjera i ke normale ato janë perfekte. Njëri nga komentuesit e kishte shkruajtur në YouTube që më la pak përshtypje, është një lloj kritike, po kritikë e sinqert, tha e pas ke ndru stilin, realisht nuk është stilin që e kam ndru, por kam dashur ta bëj një këngë pak më ndryshe. Sepse për herë të parë ne përdorin në këngët e mia një qifteli, një instrument burimor shqiptar, do thotë, e pikërisht ka qenë aty ka qenë poenta që të ndryshoj diçka që të bëj diçka më pozitive, më verore, më energjike, nuk mund është një këngë kur flet për jetën ta bësh balad, sepse edhe ajo mund me kon, po pastaj rezignon njeri. E kjo ka qenë pikërisht për të dhënë energji njerëzve edhe për të menduar pak sa më gjatë se jeta me të vërtetë është sot dhe duhet të shijohen momentet sepse ato nuk mund të ngrihen, nuk mundesh ato ti bësh screenshot dhe ta mbajsh me vete, por duhet ta përjetosh. Ideja e qiftelias për të pas një pjesë aty e kujt ka qenë realisht? E imja ka qenë realisht. Ose si është prit nga komuniteti i muzikës rock? Aty ka qenë ose e planifikuar një instrument gjithsesi popullor ose klarinet ose qifteli, por në fund vendosëm për qifteli. Ka flajt shumë mirë, afrimi e ka bën një punë fenomenale, shkëlqyeshme, afrim Leka, natyrisht me gitaret e Reshatit, mos ta harrojmë, pastaj back vokalet e Herolindës, e mbi gjitha do të thotë me profesionizmin e Virusit, i cili ka bërë një punë shumë të madhe. Saktë, me Virusin kur e diskutuam këtu në njërin anë do ishim ta bënim edhe pak a shumë them komerciale, nuk është frikë të them se komerciale, po në tjetër anë u mundum që ta ruaj pak a shumë do të thotë originalitetin tim, e Virusi do të thotë ma heki atë farë brengë shumë madhe në sertha ti vetë zonë jo tha nuk mund me ndryshu, tha është mjafton ta që më asi. Por ndryshe pastaj Reshati ka bëu do gitare me distorsion që e kanë dhënë pak a shumë apet një touch të vogël të trokut.